Komuna e Prishtinës ka revoku pëlqimin për ekspozimin e materialeve prej librit të Shkëlzengashit, të cilat kanë qenë para prej datës 24 mars dhe me datën 7 prill në përkujtim të masakrave që kanë ndodhur në Kosovë. Ky revokim është bërë për shkak të përmbajtjes së pasaktë të pavërtet në disa prej panove që janë shfaqur, në disa prej materialeve të cilat rëndojnë shumë kujtesën historike të kombit tonë, rëndojnë shumë të mbijetuarit e masakrave edhe kanë kriju një irritim të jashtëzakonshëm të sentimentit publik. Prandaj e kemi revoku edhe sot është marrë me njëherë aksioni për heqjen e tyre nga sheshi. Jo, ne s'kemi bu kontroll të materialeve, nuk kemi cenzur, nuk kemi gestapo për me bu diçka të tillë. Materialet kanë qenë të financuara ose të sponsorizuara dhe nga institucionet tona shtetërore, prandaj nuk e kemi pasur arsyeshme me hy në detaje të tilla. Edhe nuk e kemi menduar që dikush prej shoqërisë tonë mundet me shku në nivele të tilla që në dhonë të pavërteta kaq të ndjeshme. Invjetuar i masakrës Dubravës dhe burgjit e Serbisë komplet i kom përjetuar me shokët dashamirë, krejt që i kom kënë atje dhe këtë ekspozit që e ka qitën në reklam nuk përputhët në atë kuptimin me dhonat sakta mbe mbjetuar të masakrës Dubravës. Na e kemi përjetuar live këto, çdo sen që kemi pas kanë qenë paramilitarë që kanë kryer krimin e parë në atë kuptimin që kanë bo masakrën e Dubravës, mbi 144 janë të vrarë dhe 200 diçka janë të plagosur, pa kame, pa veshë, pa syje, pa krejt. Ai si e deklaroj, se e demontoj, kishe që për Natasha Kandi që e ka marrë për asaj shkinës në fash preje, kërkej falje, po është puna që ajo ma interesant ajo, se na që jemi live, edhe që kemi jetuar, edhe që jemi live të masakrës Dubravës. Për kundrazi kanë qenë paramilitarë të armatosur, janë edhe incizimet e NATO-s, se mas pari edhe për NATO-s i kemi bombardimet e para që kanë bo për 22 janë për NATO-s që kanë gjuar, por janë satelitorë, këti ato kam qenë edhe në Strasburg, kam qenë për para 3 vite kam qenë që më kanë thonë që nuk ka veç duhet shteti me bo padi. Me pas qenë na moralisht kështu në atë kuptimin, barem kishëm bo diçka në atë kuptimin me pështu vetën, por asë një sens e kemi pasën, 3 herë më konë unë vetën për shkatim edhe kom nejtë në për gjenaze të vramit aty edhe që kemi pas shumë tërturat moja që s'ta mërmenja që pi Karaudhës gjujshin qaq që s'mushe me parashiku qfarë gjujt një bëjshin edhe qfarë masakre bëjshin.